Patjetër që këto prova duhet ishin marrë që në momentin që ne kemi marrë të gjithë fashikujt, kur morëm listën e provave që përsëri e kërkuam, sepse e gjithë dosja ka ardhur në gjykatë pa listën e provave dhe ne u njohëm në seancën e fundit të seancës paraprake, po e quajmë, kërkuam nga gjyqtarja që përveç se të kishim gjithë ekspertimin e telefonit, sepse çdo gjë është e ndërtuar si një fabul, pra po themi, për të krijuar një perceptim, për të krijuar një iluzion optik dhe mendimi në aspektin e mesazheve të caktuara telefonike, pavarësisht se mesazhet telefonike nuk përbënin asnjë vepër penale, por kërkonin thjesht për të krijuar një, po themi, një histori, një fairy tale. Edhe në gjykat në seancë paraprake, gjyqtarja kishte vendosur që prokuroria të më pajiste me këtë material, pra me ekspertimin e gjithë telefonit tim, ku bëhet fjalë për gjithë bisedat e mia, jo vetëm mesazhet të selektuara që organi akuzës kanë nxjerrë në akuzë, po për të pasur të gjithë rrjedhojen e vendimit dhe logjikën e mendimit të bashkëbisedimeve të mia, po themi si antare komisionit veprimtarive prodhuese, pra për ligjin e famshëm të minjerave, në marrëdhënien me fibrën optike, apo edhe komunikimet e tjera që kanë qenë qoftë me kryeministin asaj kohe Edi Rama e me radhë. Ju flisni për një fairy tale. Në fakt, prokuroria i përdor mesazhet tuaja si provë kryesore ndaj ish-presidentit Betin, ndaj jush edhe të kandidatëve të tjerë në këtë proces gjyqësor. Patjetër, prokuroria përdor një mesazh që un kam thënë dua të marr një shtëpi, kam shkuar e kam parë shtëpinë, në qershor, korrik dhe në shtator e kam anulluar. Dhe prokuroria thotë që ky është një korrupsion. Në fakt çfarë është? Në fakt është, un kam blerë një shtëpi të cilën e kam ke Kodradiellit. Pra, është si puna asaj që ti shkon në një dyqan, provon një fustan, provon disa fustane, nuk i merr gjitha, merr vetëm njërin. Edhe shtëpia ka qenë një shtëpi e cila shkua, por ajo thotë pretendon që kjo shtëpi është marrë si premtim për ligjin e minjerave që ka të bëjë ligjin 134 i 2014-s, për të cilën ky ligj e para një shtëpia nuk ekziston, por e dyta dhe ligji është vendim kolegjial, nuk është vendim personal edhe as përfitim ekonomik. Duke pasur parasysh që ligji për minjerat i miratuar në tetor të 2014-s ka të bëjë me sigurinë e punëtorëve në minjerë në galeri, pra që përfitonin 2000 minatorë, sigurinë e jetës dhe mbi 37 biznese që punonin në po themi në Bulqiz. Nga ana tjetër, apo 50 biznese janë në gjithë sistemin minerar. Dhe nga ana tjetër, një shtëpi e porositur 6 muaj përpara se ligji të vinte në parlament. Një ligj i propozuar jo nga Monika Kuremari, po i propozuar nga Ministria e Industrisë asaj kohe, ministri Damian Gjiknuri, kryeministër Edi Rama, besoj se gjithë e keni parë fjalimin e tij në parlament, për ligjin dhe një komision i veprimtarive prodhuese i drejtuar nga Eduard Çalci dhe një deputet relator që ishte Nami Kopliku. Do t'i kërkoni si dëshmitar gjithë? Patjetër, ne do t'i kërkojmë të gjithë si dëshmitar, sepse një nga akuzat është çështja e ligjit për minjerave, pra po themi korrupsion ose influencë në ndërhyrje, pra influencë për përfitim financiar, patjetër që do të vinë sepse nuk mund të jetë një vendim kolegjial përgjegjësi penale, aq më shumë që i bie që vendimi kolegjial për ligjin për minjerat është me 72 deputet. Kështu që personat propozues dhe administrues të këtij projekt ligji ka qenë qeveria shqiptare me Ministrinë e Industrisë dhe kaluar në gjithë aktën parlamentare. Ndërkohë që nga ana tjetër, koherenca e pretendimeve që ngren akuza, pra akuzën e ngren me 3 mesazhe, por nëse unë pas kam 3 mesazhe, cila është rrjedhoja gjithë logjikës së bashkëbisedimit tim, po themi me pronarin e shtëpisë, dhe tjetra, ti si e quan këtë premtim? A ka një kontratë premtimi që biznesi i ka ofruar Monika Kuremari që ti më voto ligjin dhe unë do t'jap një vit? Të gjitha këto pra janë thjesht ngarkimi i një ngarkim emocional ose për të ndërtuar një qasje emocionale të opinionit publik nëpërmjet mesazheve telefonit, duke pasur parasysh që nëpërmjet mesazheve njerëzit komunikojnë e tjera gjëra me radhë dhe për të krijuar, po themi, një intimidim apo edhe një, po themi, iluzion komplet tjetër të realitetit çfarë ndodh në dosje. Zonja Kuremari, hetimi ju ndau me zotin divorcet asiste 7 vjetësh. Mos ndoshta gjykimi do t'ju bashkojë, duke qenë se jeni në të njëjtën trase për të kërkuar pakesën. Shiko, Klodi, ka dy gjëra komplet të ndryshme nga ato që ndodhin në jetën e përditshme. Unë e mbarova Big Brotherin tim për të folur për emocionet, tani fillon betejë ligjore dhe me drejtësinë, por jo vetëm me drejtësinë, edhe për sa i përket betejës që ka të bëjë me opinionin publik, duke patur parasysh që e kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them, një sistem drejtësie që funksion me regji politike dhe një sistem drejtësie i cili kërkon të bëjë statistika. Aq më shumë duke mbajtur
Ilir Metën në burg dhe Erion Veliaj në burg, për të thënë që kjo klasë politike tani e bëri shpagimin e saj, nuk ke më reagim të opinionit publik, kemi statistika, kemi numra dhe vazhdojmë ecim përpara si në kohën e Partisë Punës, ku ligjin e bën kryetari i partisë, drejtsinë e bën kryetari i partisë, gjumimin, po themi, edhe gjykimet i bën kryetari i partisë, i cili është Edi Rama.